Parku Kombëtar i Vjosës ka qenë pjesë e programit Partisë Socialiste. Parkun Kombëtar të Vjosës nuk e kanë vënë në mbrojtje ata që duan ta mbrojnë nga ne. E kemi vënë në mbrojtje ne. Shqipërinë me thuajse 25% të territorit zonë të mbrojtur, nga shumë herë më pak se sa që gjetëm, e kemi vizatuar ne, Partia Socialiste e Shqipërisë. Dhe të flasësh për zonat e mbrojtura, të flasësh për peizazhet e mbrojtura, të flasësh për natyrën në tërësi dhe t'i kthesh Partisë Socialiste dhe qeverisë Partisë Socialiste, përfshirë dhe mua këtu, duke i parë dhe duke i treguar me gisht si rreziku, ky është kulmi. Ky është kulmi. Dhe është një kulm që mund të arrijë vetëm verbria e kombinuar me dizinformimin. Që mund të arrijë vetëm ignoranca e kombinuar me manipulimin. Që mund të arrijë vetëm keqdashja ndaj këtij vendi, e kombinuar me ata që duan sinqerisht këtë vend, por që të përfshirë emocionalisht nuk informohen. Ka një protest në Tiranë, për çfarë protestohet? Protestohet për të mbrojtur natyrën. Po kush e ka kërcënuar natyrën? Protestohet për të mos lejuar shkatrimin e biodiversitetit, po kush e ka vënë në rrezik biodiversitetin? Protestohet sepse është hequr nga zona e mbrojtur Zvërneci. Po kush e ka hequr? Dhe kur ka qenë zona e mbrojtur dhe çfarë zone e mbrojtur ka qenë? Zvërneci ka qenë qysh në kryet herës zona e mbrojtur e kategorisë 5, peizazhi i mbrojtur, dhe kështu është edhe sot dhe kështu do jetë dhe nesër. Protestohet për çfarë? Dhe debati real sot nuk është a do mbrohet apo s'do mbrohet biodiversiteti, sepse kjo është pjesë e pandashme e detyrave dhe e punës sonë si qeveri në raport me çdo lloj investitori. Debati sot nuk është a do hiqet apo do rri ajo zonë si peizazh i mbrojtur. Sepse ajo ka qenë, është dhe do jetë peizazh i mbrojtur. Dhe kemi qenë shumë kërkues pikërisht për të gjitha këto shqetësime që kanë ata të cilët bien pre e manipulatorëve. Bien pre e disa pseudo muslimanëve, pa din, pa iman, pa Kur'an,